transmetohet nga Selman el-Farisiu, i cili thot: mushrikat e Mekës e përqeshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kur e përqeshin pejgamberin Allahut, i thoshin se ki Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ku ju për konsideroni se pejgamber, ashtë që çdo juve po ju mëson. Po ju mëson juve gjithashtu se çfarë duhet të veproni në tualet. Pra dhe të ndërshëm, në atë kohë ishte përqeshje për pejgamberin Allahut, mi po ne jemi dëshmitar e shekullit 21, që bota e emancipimit dhe civilizimit se ka arritën etikën dhe sjelljen e pastërtisë, dhe nuk dinë se si ata të sjellën edhe gjatë kryerjes së nevojës në tualet. Që nën kupton se pejgamberi Allahut, a njeriu i shkretirës në atë kohë, i mësoi shokët e tij dhe na mësoi neve të gjithë si ummet se pastërtia pjesë e besimit. Na mësoi pejgamberi Allahut çdo sen që na sjell dobi në këtë jetë, po ashtu na mësoi pejgamberi Allahut që ta mbajmë higjienën maksimale dhe të kujdesemi për ta. Pra tha Selman el-Farisiu nuk u turpëru kur ata e përqeshën në këtë formë. Atëherë Selman el-Farisiu ju përgjigj dhe tha: e vërtet është se pejgamberi Allahut na mëson neve gjithashtu se çfarë të veprojmë gjatë kryerjes së nevojës. Pejgamberi Allahut thot na ka ndaluar që ne gjatë kryerjes së nevojës me ballë dhe me fytyrë të kthehemi nga kibla, apo me shpinë të kthehemi nga kibla. Dhe na ka mësuar pejgamberi Allahut që për të mormi taharet të pastrohemi, mos të pastrohemi me dorën e gjatë. Dhe na ka mësuar pejgamberi Allahut që në mungesën e ujit, nëse përdormi diçka zavendësim i ujit që në atë kohë ishin burët për shkak se ishte buri më tepër që u gjinte sipërfaqen e tokës në vendin ku jeton të pejgamberi Allahut, ta na ka mësuar pejgamberi Allahut që ne mos të nxitojmë në pastërti dhe mos të pastrohemi me më pak se 3 burë, që nën kupton se duhet që pastërtia të jetë në nivelin e lartë. Dhe na mësoi tha pejgamberi Allahut që mos të pastrohemi me jashtëqitje të kafshëve bajka, dhe na mësoi pejgamberi Allahut gjithashtu se kockat mos i përdorni për pastrim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë njeri që e përshkruajnë njeriun shkretirës, higjienën maksimale që sot botë civilizimit që krenohet me pastërtinë apo dhe ne mahnitmi me pastërtinë e rrugëve, a faktikisht shtëpitë dhe trupat e tyre nuk dinë se si t'i pastrojnë. Rezultati i pastërtisë, po rezultati i ekzistimit tualeteve dhe banjeve, janë musliman të parë që e kanë mësuar botës e Evropës se si çka do të thonë të posëdosh banjo në shtëpi. Ne do të mësohemi disa rregulla që i ka mësuar pejgamberi Allahut dhe ne krenohemi për ta. Dhe ne para disa viteve kur kalum një sprovë të epidemisë së koronës, dhe ne jemi dëshmitar kur bota e civilizimit, kur kemi menduar se faktikisht këtë çështje ka qenë ditur në këtë botë ashtë quajtur botë e civilizimit, në deshin a bashkë një gjerata se besimi pastrur duar. Pra kurse faktikisht ne para 14 shekujve, apo 15 shekujve, ne faktikisht këtë çështje kemi trashëguar dhe kemi mësuar nga një njeri i cili jetoi në analfabet, që nën kupton se mirësitë e Islamit janë të shumta, po një ndër ta më kryesore pastërtia.